Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarandë arrestuan në flagrant shtetasin VH 47 vjeç banues në fshatin 6, pasi u kap në rrugën Skënderbeu duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të terroristë vendore të Policisë Vlorë referuan materialin në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin. KL 72 vjeç banues në Fier, pasi në aksin rrugor Mifol Vlorë duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollit dhe përpasoj ka përplasur shtetasin italian GB, i cili lëvizte me biçikletë. Shtetasi GB po merr mjekimin në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu referuan materialin në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi FR banues në Vlorë se në rrugën Gjergj Gjaranit automjeti i tij është goditur nga mbrapa nga një automjet tip Volkswagen, drejtuesi të cilit është larguar nga veti i ngjarjes. Punohet për identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të këtij automjeti. Specialistët për hetimin e kryen të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialin në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin PA 30 vjeç banues në Sarandë, pasi për motive të dobta ka kanosur me fjalë shtetasin LR, JR dhe KJ banues në Sarandë. Materialet procedurale ju referuan prokuroria kompetente për veprimet të mëtejshme.